Shoqata e pensionistëve shqiptar Thinjat ka nisur një betejë ligjore ndaj qeverisë duke kundërshtuar në gjykatën kushtetuese disa nga dispozitat kyçe të ligjit numër 7/2025 për njohjen e periudhave të punësimit për efekt pensioni. Kërkesa është depozituar më 17 mars dhe pritet të shqyrtohet nga gjyqtarja Marsida Xhaferllari, e cila është caktuar relatore e çështjes. Në thelb të padisë qëndron mënyra se si ligji trajton vitet e punës të kryera gjatë sistemit komunist, veçanërisht për punonjësit e ndërmarrjeve shtetërore, kooperativave bujqësore dhe institucioneve publike të kohës. Sipas shoqatës, disa nene të ligjit vendosin kufizime që ndikojnë drejt për drejt në përllogaritjen e pensioneve, duke përjashtuar ose ulur vlerën e periudhave të caktuara të punës. Konkretisht, Thinjat kërkon shfuqizimin e një pjese të nenit 3, si dhe të neneve 4 dhe 5, duke i konsideruar ato në kundërshtim në kushtetutën. Sipas argumenteve të paraqitura, këto dispozita cenojnë parimin e barazisë dhe sigurisë juridike për pensionistët. Ligji numër 7/2025 synon të rregullojë njohjen e viteve të punës për mijëra qytetar që kanë kontribuar në ekonomi gjatë periudhës socialiste, por interpretimi dhe zbatimi i tij ka shkaktuar pakënaqësi të një pjese përfituesve. Vendimi i gjykatës pritet të jetë përcaktues, jo vetëm për fatin e dispozitave të kundërshtuara, por edhe për mënyrën se si do të llogariten pensionet për këtë kategori qytetarësh në të ardhmen.